Protestave të fundvitit, Krishtlindjet dhe Vitin e Ri, sot u mblodhen dhjetëra protestues për të protestuar ndaj vrasjes që ndodhi javën e kaluar në Tiranë ndaj një njeriu 25 vjeçar. Protesta e të rinjve shqiptar amerikan para misionit shqiptar në New York u mblodh nga një grup të rinjish nga zona e Trishtetshit, të cilët zbatuan rregullat dhe kufizimet e lidhura me masat e marra në New York City, parametrat mbi pandemin e koronavirusit COVID-19, maskat dhe distancën. Protesta ishte si rezultat i një thirrje në rrjetet sociale të disa të rinjve shqiptaro-amerikan, studentë dhe nxënës të shkollave të New York City, që është shpërndar dje shoqëruar me një poster ku bëi thirrje për këtë protestë në New York para misionit të përhershëm të Shqipërisë në Kombet e Bashkuara, për të protestuar në mënyrë paqësore edhe në Shtetet e Bashkuara. Albanian Society edhe nemën Shqipnia tjetër për degën në Amerikë. Në Keqare jemi mbledhur sot për një tragjedi që nuk duhet kishte ndodhur kurrë. Dua të shpreh kushtimet më të sinqerta familjes të Orionit. Vash Zoti dhe këtë jetë e fundit. Jena lodh nga këta pushtutarë që 30 vjet. Na morën bukën, na vrasin, na bojnë çdo të keq në botë. Ne si shqiptarë në Amerikë, gjithmonë do t'jem pranë popullit. Edhe le të kem të qartë, ne nuk i takojmë asnjë partie. E hapi Belul Gashi në emër i cili foli në emër të protestuesve, duke thënë ne do të protestojmë sa herë të nënpërkëmbën të drejtat e shqiptarëve kudo, në Shqipëri, Kosovë e trojet shqiptare. Ne nuk jemi me asnjë parti dhe as të ndikuar nga partitë. Jemi këtu për të thënë mjaft është mjaft. 30 vjet demokraci, vetëm duke vjedhur dhe duke vrarë atë popull. Duam më shumë Shqipërinë, drejtësi për Klodianin, unë jam Klodiani. Ne si shqiptarë në Amerikë, gjithmonë do t'jem pranë popullit. Edhe le të kem të qartë, ne nuk i takojmë asnjë partie. Kemi mbledhur këtu për një padrejtësi, një krim makabër, një djalë të ri, vetëm 25 vjeç. Disa të rinj në protestë mbanin pankarta ku shkruhej: "O rini, mos ke frikë, se ke vëllezërit në Amerikë. Diaspora është me ju. Ju o shqiptar që u revoltuat për Floyd, a do të revoltoheni për Klodianin? Arrogancën mbaje për vete, ne na duhet drejtësia." Nuk kërkoj më të ndodhin vrasje, më vrasje, stop dhunës në Shqipëri, stop vrasjeve, ndaloni çdo gjë, nuk kemi më ne shqiptarët për të vrarë me njëri tjetrin. Ju lutem, qeverisë shqiptare, kryeministrit Edi Rama të ndalë dhunën, të ndalë çdo gjë. Gjithë shqiptarët janë me ju, janë me ata që po protestojnë në Tiranë, gjithë diaspora, gjithë emigrantët, njerëzit që kanë ardhur këtu me shumë halle, me shumë probleme, kanë sakrifikuar jetën e tyre dhe kanë ardhur këtu për një jetë më të mirë. Dhe zënqirinj rreth ndërtesës godinës së misionit shqiptar pranë Kombeve të Bashkuara, vendosën edhe disa pankarta ngjitur me murët dhe dyert e misionit shqiptar pranë Kombeve të Bashkuara, në të cilat thuhej: drejtësi, unë jam Klodiani, respekt për Klodianin, Klodian Rashën, Shqipe jep dorëheqjen, duam më shumë Shqipërinë, drejtësi për Klodianin, unë jam Klodiani, drejtësi për të riun e vrarë, sot Klodiani, nesër ne, duam drejtësi për Klodianin, dhe ajo, o rini mos ke frikë, se ke vëllezërit në Amerikë, diaspora është me ju, ju o shqiptar, që u revoltuar për Floyd, a do të revoltoheni për Klodianin? Arrogancën mbaje për vete dhe në na duhet drejtësia. Protesta nisi e qetë, rreth orës 12 të mesdrekës, me orën lokale, në rrugën 71 Street, trotuarin përballë godinës së misionit të përhershëm të Shqipërisë në Kombet e Bashkuara në qytetin e New Yorkut dhe përfundoi rreth orës 1 të pasdites.
Zoti ju bekoft. Faleminderit. Ndërkohë, lidhur me këtë protest, New York Police Department, sipas praktikave në raste të tilla, e ndoqin nga distanca pa ndërhyrë dhe krijuar tensione. Kjo ndoshta edhe për shkak se kultura për të protestuar e shqiptarëve të Amerikës edhe në të kaluarën ka treguar se nuk është as pak problematike për forcat e policisë së New Yorkut. Jemi shumë të prekur. Urojmë dhe shpresojmë që këto gjërat mos përsëriten më dhe duam vetëm harmoni, duam qetësi. Vlen të theksohet se protesta në New York, duam drejtësi për Klodianin, ishte në vazhdim të ditës së 5 të atyre protestave që po mbahen në Tiranë dhe të gjithë Shqipërinë, shoqëruar ditë më parë edhe me protesta të qeta edhe në disa nga kryeqytetet e Europës, Rom, Athinë, Londër, pas vrasjes nga policia te Klodian Rashës. Të ndali çdo gjë. Gjithë shqiptarët janë me ju, janë me ata që po protestojnë në Tiranë, gjithë diaspora, gjithë emigrantët. Madje në rrjetet sociale thuhet se kjo është një kauzë, jo vetëm për shqiptarët në Shqipëri, por edhe për shqiptarët e diasporës, që asnjëherë nuk harrojnë se nga kanë ardhur dhe çfarë i detyroi ata, apo prindit e tyre të lënë Shqipërinë prej nga diktatura komuniste në vitin 1990, por edhe me zhvillimet e tjera në Shqipëri në vitet e mëvonshme. Nuk luhet. Bravo! Nuk luhet më nga shqiptar gjithë zërihen, gjithë protestojnë. Siç dihet, shkas e këtyre protestave është bërë vrasja e Klodian Rashës në 8 dhjetor në Tiranë nga një polic me uniformën dhe armën e shtetit. Gjatë protestave në Shqipëri, policia ka bërë të ditur se ka marrë si të arrestuar deri tash 10 protestues dhe janë në hetim qindra pjesëmarrës në protesta. Po ashtu, forcat e rendit kanë shoqëruar, madje sipas shtypit shqiptar, edhe te avokatit të popullit, edhe aktivistët të drejtave të njeriut, gazetarë në detyrë, si dhe të mitur të rëmbyer me forcë nga mesi i protestuesve, të cilët më pas thuhet se janë liruar nga policia dhe policia u ka kërkuar familjeve të tyre të shmangujnë bashkimin e fëmijëve të mitur me protestuesit e rritur në këto protesta. Shprehim kushtimet më të sinqerta familjes Torionit. Vash Zoti dhe këtë jetë e fundit. Jena lodh nga këta pushtetare që 30 vjetë. Na morin bukën, na vrasën. Dhe zhvillimit të këtyre protestave që kanë shpërthyer në të gjithë Shqipërinë dhe në për Europë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, megjithse ministri i punëve të brendshme, Sander Leshaj, 3 ditë më pas dha ndërheqjen e parevokueshme, duket se largimi i tij nga detyra nuk e uli ritmin e protestave. Përkundrazi, ato janë duke u bërë edhe më energjike e më të dhunshme në të gjithë Shqipërinë. Vash Zoti dhe këtë jetë e fundit. Jena lodh nga këta pushtetare që 30 vjetë. Polici që vrau të riun 25 vjeçar Klodian Rasha në mesjavë doli para një gjykate në Tiranë ku u konfirmua masa e arrestit të tij me burg. Gjithmonë do të jem pranë popullit. Edhe le të jem të qartë, ne nuk i takojmë asnjë partie. Ne jemi thjesht në popullin shqiptar. Nga qyteti i New Yorkut, Beqir Sina.